Allahut të shpërbleft, hoxh, është pyetja radhës. Selam aleikum, hoxh. Kam një pyetje për këshill. Sot shohim disa motra që vendosin mbulesën, por pas një kohe të shkurtë e heqin atë. Cilat mund të jetë shkaku më i shpeshtë i kësaj? A është mungesë e bindjes, presioni i shoqërisë, dobësia në iman apo diçka tjetër? Çfarë këshille do të jepni këtyre motrave që ta kuptojnë vlerën e mbulesës dhe qëndrojnë të palëkundra në këtë adhurim, duke kërkuar kënaqësinë e Allahut dhe jo të njerëzve. Allahu ju shpërbleft në të mira. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shpesh e shumë, unë që nuk e shoh shpesh. Tash ndodh që dikush e ndryshe, por në jetën që unë e bëj fetare, pos një rast e di që 14 vjetë që ka hekë mbulesën. Nuk e di sa shihju shpesh, po unë nuk shoh shpesh. Nuk më ka rarë po shpesh, bile ato tepër rrallë, një jetën teme, vetëm një rast e di që e ka pas mbulesën e ka hekë. Dhe më thonë, si e shumë i shpesh, unë nuk e shoh që është e shpesh. Kjo është e para. E dyta, në shumë edhe tjerë, për shumë që u zotë, në erë të në bo që afir krepo, s'kem shumë e bona ati, nëse kjo është, to ka ndonë të kone për Amiri Salasem, ka hija, musliman masanera ka do për fejë, kjo është qështje që mundet me ndonë, edhe vendohë që është aminis, pasaj pika, asaj se devion, shkon kufër kajta, së në përballon presione, arsye të tjera, por nuk është çështje që e shohim shpesh. Nëse ndodh, normal është veprimi i haramit, për shkak se mbulesa në peshorën e shariatit është obligim. Kryerja ose mos kryerja e obligimit automatikisht do të thonë veprimi i një haram është e barabartë me veprimin e një haram. Kushdo që i ka ndodhur më pëndua, më krita Allah subhanahu wa taala se ka bërë vepër jo të mirë edhe normal se shkaqet mund me qenë të ndryshme, por kërkush nuk duhet më një komod nëse e ditë dikon ose një dikon që ka pasur mbulesë, pastaj ka hekë me mund me dha kontribut me këshillues të tjera që në kthyer në atë që ka urdhëruar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam wa a'lam.